në kushtet e transformimeve nga gazetaria e mëpashme drejt gazetarisë online dhe gazetarisë së sotme. Si erdha te ky problem? Erdha te ky problem për arsye sepse para një viti gjysmë ose 2 vjetësh, duke kërkuar nëpër librari, gjeta disa libra të autorëve francezë, një pjesë cilën ne e kemi edhe në faqen në portalin e EJO-s edhe të departamentit, sherer e tjerë me radhë për a kemi nevojë më për gazetaria online e kështu me radhë, dhe vura re se kishte një paraqitje, si thuash, gati të plot të terminologjisë së përdorur, terminologji e cila ka hyrë në përdorim, sigurisht gazetarët e përdorin, kolegët i përdorin, nuk ka asnjë gjë që të thuash se po gjej fjalë që ne nuk i kemi në përdorimin e përditshëm. Por çfarë pash që disa fjalë, disa terma përdoreshin një kuptim tjetër. Disa të tjerë terma përdoreshin brenda një sistemi më të plot dhe në një bashkëveprim strukturor me njëri tjetrin, dhe përgjithsisht kishte edhe një shpjegim, një shtjellim të përmbajtjes. Duke kërkuar në bibliografi, pash, këto janë libra botime 2011-2012, edhe autorë të tjerë amerikanë, po pash që i referoheshin shumë Universitetit Kolumbias, si një nga universitetet, si thuash, në origjinë të transformimeve konceptuale të kërkimeve në media, sikurse dhe universitetet tjera të Silicon Valley e të tjerë me radhë,